Ka Entela. Ju përshëndes, Aida. Në fakt, dhe në Elbasan, këtë diel janë zhvilluar zgjedhjet për kryetarin e ri të degës së Partisë Demokratike në Elbasan, ndërsa në garë kanë qenë mes tyre 5 profile me angazhime dhe pikpamje të ndryshme politike, ndërkohë që në fund të këtij procesi, i cili nisi në orën 8 të mëngjesit dhe u mbyll pa problematika të mëdha rreth orës 18, u shpallu fitues Alis Narzani me 472 vota, ndërkohë që pas ti më pas u rendit sekretari politik i Partisë Demokratike, zoti Sokol Shkelzeni, më pas kryetari aktual i komanduar i PD-s, inxhinieri Durim Çprezi, dhe më pas pedagogu Elior Vila dhe mjekja Lumturi Hasa. Ndërkohë që të drejtën e votës në Elbasan e kishin plot 2400 anëtar, ndërkohë që në fund të këtij procesi thuajse 50% dhanë verdiktin e tyre. Ndërkohë që duhet përmend faktin se Alis Narzani, pra kryetari i ri, i cili do të drejtojë degën lokale në qytetin e Elbasanit, vjen nga brezi i ri, megjithëse ka pasur dhe ai kontributet e tij politike, ndërkohë që kujtoi se në zgjedhjet e fundit parlamentare të majit 2025 ishte edhe në listën e kandidatëve për deputet. Përpos një procesi i cili u duk se në linjat përgjithshme shkoi mirë, pasi kandidatët në fund kanë uruar njëri tjetrin për këtë garë dinjitoze dhe për fituesin, pati dhe problematika në linjat të përgjithshme, para e cila shprehu indignatën e saj ishte antarja e Këshillit të Bashkiak Akademike Doris Malli, e cila deklaroi se është komunikuar se është përjashtuar nga antarësia e Partisë Demokratike Dega Elbasan, edhe pse prej vitesh Malli ka dhënë kontributin e saj pranë kësaj dege, madje mund të them se ka qenë një nga zërat më kritikë dhe denoncuese në Selin Blu për ato që Partia Demokratike shpesh i ka konsideruar dhe afera korruptive, ku jo pak përballje ka pasur edhe me pushtetin lokal. Ndërkohë që zonja Malli këtë situatë ja atribon kryesisht një figure të vetme, deputetit qarkut e Elbasanit, zotit Blendi Himçi, i cili sipas saj është bërë shkak që ajo të hiqet nga lista e antarësisë në qytetin e Elbasanit, duke përcjell më pas edhe një sër akuzash në drejtim të atyre që ajo i konsideron si personat më afër Sali Berishës dhe në fakt edhe kupolës drejtuese në Elbasan. Ndërkohë që kjo deklaratë më pas është pasur nga një reagim nga ana e Selis Blu në qytetin e Elbasanit, e cila sqaron se përjashtimi i zonjës Malli ka ardhur për vetë faktin se në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, zonja Malli zgjodhi që të mos ishte në fushatën e Partisë Demokratike, madje Selia Blu pretendon duke përcjell kështu edhe një screenshot nga postimet e zonjës Malli në rrjetet e saj sociale, e cila kërkonte votë për një nga kandidatët e PSD-s në qarkun e Elbasanit. Po ashtu Selia Blu vijon duke sqaruar se Doris Malli po ashtu ka qenë vëzhguese në procesin e numërimit në Bashkinë e Prenjës, si duke sjell kështu edhe foto nga ky proces. E në të tilla kushte, thot Partia Demokratike, kemi pasur është bie në kundërshtim me statutin e Partisë Demokratike dhe prandaj është marrë edhe vendimi për ta përjashtuar zonjën Malli nga antarësia e Partisë Demokratike. Më pas ka patur edhe një reagim zyrtar PSD e Elbasanit duke hedhur poshtë pretendimet e Selis Blu dhe duke theksuar se zonja Malli nuk ka qenë pjesë e listës vrojtuesve, le ta themi kështu, të PSD-s në qarkun e Elbasanit. Gjithsesi është një situatë e cila nuk i bën mirë padyshim opozitës në Elbasan, por jo vetëm, do duhet parë qasja e kryetarit të sapo zgjedhur brezit të ri në fakt Alis Narzani, se si do të vijojë në vijim, ma do të kemi në fakt një qasje apo një afrim pranë në selisë së Partisë Demokratike të gjithë pakënaqurve, apo do të vijohet ndoshta me politikën aktuale ku zërat kritik ndoshta edhe përjashtohen apo nuk lihet shumë dhënte edhe për bashkëpunim. Gjithsesi ne do të jemi bashkë edhe për të kuptuar, le të them,
në linja të përgjithshme këtë qasje që do të ketë edhe kryetari i ri sapo zgjedhur. Tani gjithë kjo klima si ka ndikuar atje dhe a ka një tendencë nga Partia Demokratike që këto zhvillim ose pakënaqësi ose problematika që evidentohen për t'i mbajtur ndoshta jo në nivelet e një zhurme ose pra të bëhen publike, si ka funksionuar? Në fakt, Aida, qëndrimi që zonja madhe ka mbajtur kashi Partisë Demokratike, le themi kritikat që ka pasur ndaj kësaj të fundit ka qenë të vazhdueshme, kanë qenë kritikat të cilat janë bërë publike në mënyrë të vazhdueshme nga ana e saj, por zonja madhe më shon faktit se në gjitha këto kritika, edhe se në zgjedhjet e fundit, ajo nuk ka qenë për krah Partisë Demokratike në Elbasan, ndërkohë thotë se duket se këtë qasje ka pasur krejtësisht vetëm me degën e Partisë Demokratike, pra me degën lokale në Elbasan, dhe jo një qasje kombëtare, sepse në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar që në zgjedhjet e 2025 të votohej për kandidat me potencial që kishte kryeqyteti referuar kështu edhe mjekut Ali Mehmeti apo edhe figurave të tjera të cilat në këndvështrimin e zonjës së madhe janë vlera për Partinë Demokratike. Nuk është se situata, unë mund të them që nga zgjedhjet e 2025, pra nga maj dhe deri më tani, flasim për një klimë jo shumë pozitive në stelinë e Partisë Demokratike, kurse janë marrë masa të menjëhershme për të shuar këtë situatë, se mund të them se ka qenë një degë e cila ka qenë në gjumë, mund ta them unë, në gjuhën popullore nga pjesa nga maj dhe deri tani, kështu që i mbetet unë e thash detyrë e kryetarit të ri, vizionit që ai do të ketë për të arritur Partinë Demokratike Dega Elbasan, për të rritur antarësinë, pse jo dhe angazhimin e të rive për të sjellë kështu një sinergji të re kësaj qasje politike apo kësaj familjeje politike e cila për hir të vërtetës në kushtet ku ne ndodhemi duket se ka vërtet shumë nevojë. Faleminderit Entela, të përshëndes. Faleminderit juve.